ka veprim qeveritar, ekzekutiv dhe jo me fjalë. E fundit është Kosova. Kosova në qeverinë e kaluar ka pas deklarate që është edhe shtet i përkohshëm. Kosova është arritja më e madhe e shqiptarëve. Kosova e pavarur, demokratike dhe multietnike është arritja jonë kur në historisë shqiptarëve nuk është. Faleminderit po ashtu i nderuar deputet Tahiri. Tani nga grupi multietnik po ju kërkoj ndjes për tejkalimin e radhës. E ka fjalën deputeti Artan Aslani. Ju lutem, fjala është për ju. E nderuara nënkryetare, të nderuar nënkryetar, të dashur qytetar, të nderuar deputet. Sot këtu